Përshëndetje miqtë e mi, mirë se erdhët përsëri te kuzhina ime. Gjatë këtij muaji të Ramazanit ju kam thënë se do të mundohem që të postoj nga njëherë receta të ndryshme. Kësaj radhe zgjodha një ëmbëlsirë shumë të shijshme me biskota, me fruta mali dhe me çokoladë Milka. Bëhet shumë shpejt edhe ka një shije të jashtëzakonshme pasi që vije pak në të thartë edhe i jep një shije shumë të mirë kësaj ëmbëlsire kur të bashkohen të gjithë këta përbërës së bashku. Për fillim, ne kemi marrë një pakete me 300 gram keksa, ku kemi shtuar një gotë me lëng limoni ose limonade, por ju mund të zgjedhni edhe shije të ndryshme të lëngut, por unë këtë e kisha të hapur dhe me këtë e vendosa që ta gatuaj këtë ëmbëlsirë. Pra do të na duhen pastaj një gotë gjysëm me këtë lloj të lëngut, në mënyrë që të zbuten keksat, por do të shtojmë edhe pak margarin të shkrirë. Në mënyrë që keksat të ngurtësohen edhe pastaj kur të prehet torta të del më lehtë nga vendi aty. Tani do të shtojmë edhe margarinën e shkrirë, le të themi se kemi marrë një lugë me margarinë të ngrirë dhe atë kemi shkrirë. I përziejmë dhe pastaj do të shtojmë edhe pjesën tjetër të lëngut të limonit. Shtojmë tash edhe një gjysmë gotë dhe pjesa tjetër më pastaj do e shohim nëse do të na duhet ose